time fikse që të gjithë duhet të investojmë në shkolla politike dhe duhet të investojmë të gjithë në një rrjet akademisht politike. Duhet të ndihmojmë brezin e ri të kuptojë që politika nuk është e keqja, në të kundërt politika është një instrument që njerëzimi nuk mund të përballojë ta humbë. Në të kundërt do të shkojmë drejt një jete mjaft të egër. E pyes gjithmonë veten se si ndodh që kaq shumë para janë shpenzuar për të nxitur e zhvilluar shoqërinë civile, që është një gjë e mirë, të gjitha llojet e organizatave të mundshme, përmes vendimarrjes politike, dhe ndërkohë asnjë vendim politik nuk është marrë ndonjëherë për të financuar edukimin politik, për të ndihmuar të rinjt që duan të merren me politikë të kuptojnë çfarë është politika dhe të kuptojnë edhe të gjitha këndet e saj, sepse politika e lindi për t'i bërë njerëzit të bëjnë së bashku atë çka nuk bëjnë dot të vetëm. Pa politikë njerëzit nuk mund të bashkëveprojnë e nuk mund të bëjnë asgjë së bashku përveç se të luftojnë e të vrasin njëri tjetrin. Sigurisht, politika ka bërë shumë gjëra të tmerrshme dhe është e aftë të bëjë gjëra të tmerrshme, por nga ana tjetër, pa politikën, nuk do të kishim internacionalen socialiste, nuk do të kishim bashkimin evropian, nuk do të kishim Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk do të kishim demokracinë, nuk do të kishim të drejtat e njeriut, të drejtat e grave, nuk do të kishim shtetin e mirëqenie sociale, nuk do të kishim asgjë. Fakti pra që ne nuk po edukojmë askund të rinjt me politikën, po ju japim shumë instrumente të tjera e shumë dije të tjera që janë të rëndësishme patjetër, por nuk po u japim dijen se si të mblidhen bashkë dhe të përmirësojnë jetën. Ajo çfarë po ndodh me median sociale është një shkatrim i shumë gjërave, edhe mes tyre shkatrimi i idesë së politikës. Jetojmë tani më në një moment në kohë ku kemi parë që antipolitika nuk mund bëj shumë, kemi parë që ato që formohen nga urrejtja, nga tërbimi, nga cinizmi, nga nihilizmi, kur kanë patur mundësi si parti që të vinë në pushtet, kanë bërë gjëra shumë të këqija. Pra është një pikpyetje shumë e madhe, kush dhe si do ta ndryshojë këtë gjë. Sa i takon edukimit të brezit të ri me idenë e politikës. Dhe pastaj të rinjt mund të zgjedhin, të djathtën, të majtën apo qendrën, apo kudo, apo mund të zgjedhin Partinë Socialiste të Shqipërisë, fituese.